Politika britanike mund të jetë në prag të një ndryshimi të madh pas fitores së rëndësishme të Andy Burnham në zgjedhjet e pjesëme parlamentare në veri të Anglisë. Burnham, i njohur shpesh me Novë Mbret i Veriut për ndikimin e tij politik në rajonin e Manchesterit, fitoi vendin parlamentar në Makerfield me pothuajse 55% të votave. Kandidati i partisë Reform UK, e lidhur me Nigel Farage, u renditi dyti me rreth 34.5%. Analistët politik e konsiderojnë këtë një nga rezultatet më domethënëse të zgjedhjeve të pjesshme në dekadat e fundit. Fitoria i jep Burnham mundësinë të marrë pjesë ose të nxjisë një garë për drejtimin e Partisë Laburiste, me synimin për të zëvendësuar Keir Starmer si kryeministër. Në fjalimin e tij pas fitores, Burnham e cilësoi rezultatin si një pikë kthese për politikën britanike. Ai paralajmëroi se Partia Laburiste mund të jetë përballë shansit të fundit për të ndryshuar drejtim dhe për të rifituar besimin e votuesve. Nga ana tjetër, Starmer përshëndeti rezultatin në rrjetet sociale, duke deklaruar se votuesit kishin zgjedhur shpresën dhe optimizmin në vend të përçarjes. Megjithatë, marrëdhëniet mes dy figurave kryesore të laburistëve mbeten të tensionuara. Burnham ka kritikuar prej kohësh politikat ekonomike të dekadave të fundit dhe mbështet rikthimin nën kontroll publik të disa shërbimeve kryesore. Ai ka deklaruar hapur se dëshiron të reformojë Partinë Laburiste dhe të ofrojë një alternativë të re politike. Presioni mbi Starmer është rritur ndjeshëm muajt e fundit. Sipas raportimeve, rreth 1/4 e deputetëve laburist kanë kërkuar dorëheqjen e tij pas rezultateve të dobta në zgjedhjet lokale, ndërsa disa ministra të lartë kanë braktisur qeverinë. Megjithatë, kryeministri ka bërë të ditur se nuk ka ndërmend të largohet dhe ka paralajmëruar se një betejë për lidership mund të krijojë kaos politik brenda partisë. Sipas rregullave të Partisë Laburiste, një sfidë zyrtare për lidership kërkon mbështetjen e të paktën 20% të deputetëve. Burnham ka deklaruar se do të kandidojë nëse hapet një garë e tillë. Me popularitetin e Starmer në rënje dhe mbështetjen në rritje për Burnham, skena politike britanike mund të përballet me një përballje të fortë për pushtetin në muajt e ardhshëm.